Mirëmbrëma miq. Prej kohësh e them që Albin Kurti është hajn, madje krye hajn. Por megjithatë e mbante një farë aure se ai nuk është i korruptuar dhe njerëzit e besonin një gjë të tillë. Se është hajn e ka dëshmuar vendosja e disa njerëzve në pozita kyçe, të cilët punojnë për interesat e tij personale dhe partijake. Aktakuza kundër Rozeta Hajdarit e konfirmoi që Albin Kurti është hajn, është vjedhës, është i korruptum. Pse e them një gjë të tillë? Kjo aktakuzë, për mendimin tim, prej më të mirave që është ngrit nga Prokuroria Speciale, përkatësisht nga 2 prokurorë të Prokurorisë Speciale, mes tjerash kanë zbulu se grupi kriminal i cili mblidhej në një furrë të quajtur Bukë e Zemër dhe ku diskutohej për tendera një burimor, për tendera sekret, për blerjen e rezervave shtetënore, paguhej drekat e darkat, paguheshin nga zyra e kryeministrit. Pse paguheshin nga zyra e kryeministrit, derisa në drek dark ishte Ridvan Muharremi, ishin turqit, ishte Rozeta Hajdari. Pra kjo është njëna prej provave të prekshme që Albin Kurti qëndron në krye të një piramide të korruptuar, për cilën do të flasim në këtë emision me Visarin. Visar, mirë se erdhe. E zgjata pak shumë, e zgjata për një arsye shumë të thjeshtë, sepse e di që e ke lexu, e ke analizu këtë material të Prokurorisë Speciale, material ky që ka shku në gjykat dhe 4 persona pritet të nënshtrohen një procesi gjyqësor për fshirë ministren e Albin Kurtit, Rozeta Hajdarin. Po ajo që më intereson mu pak ma shumë me ditë prej teje, është a ke besu që Albin Kurti korruptohet ndonjëherë? Dhe nëse e ke besu, kur e ke besu një gjë të tillë? Që, them drejtë unë dhe vonë s'kam besu që Albin Kurti korruptohet në kuptimin e për interesa personale, në kuptimin e një jetë ma luksoze, kështë në radhë. Këtë dimenzion të tij nuk ja kam pa kur si dëshirë dhe nevojë. E ka majt fshet apo s'ke arrit me kuptu? Tash përshije që pak e ka majt fshet, pak e unë nuk kam dashur, na shta edhe kam pa, po s'kam dashur me pa. Dhe sikur e keni ideal në politik, pastaj plot të sena nuk ishe. Qysh si kam pa unë e plot të tjerë vetë vendosi kur kena pas idealin e fortë. Mirë po tash është e qartë që domethënë në njërin anë Albin Kurti e keqpërdor pushtetin. Dhe në anën tjetër ky keqpërdorim i pushtetit i kushton financiarisht shtetit. Tash, për mu, më shumë më pak ka rëndësi, a shkojnë që ato pare në xhep të Albin Kurtit, në xhep të vetëvendosis, apo rritit e Rozetës e këtyre tjerë. Kjo është më e parëndësishme. Për shembull, nëse unë ty t'i vjelli 50 euro për xhepit, edhe ja japi dikujt tjetër, kjo punë ku ne ja kum dhënë ty s'të intereson, ty të mungojnë 50 euro, që kjo është më e rëndësishme. A ja kum dhënë dikujt tjetër që nashta ka nevojë kështu me radhë, kjo dytësore, pastaj në raport me pronën që ta kam marrë. Ama këta shtetit i kanë marrë. Dhe në këtë drejtim, qytetarët e Kosovës duhet me kuptu që prona e tyre, paret e tyre pjo vidhen. A i shkojnë Albin Kurti në xhep apo tjerëve, kjo ma pak ka rëndësi pastaj. Dhe po vidhen në një kohë kur Albin Kurti është kryeministër, me përgjegjësi të drejt për drejt, veçanërisht në këtë rast. Pra na e kemi pa për shembull që është pikërisht ky rast për të cilin Albin Kurti e ka bën një skandal për mendimin tim në shkelje jashtëzakonisht të madhe të autonomisë dhe ndarjes së pushteteve, ku i ka thonë prokurorisë në zvime dhe në dëshmi. Është për çdo që janë atje për dëshmi. Pra pas për çit rast, Albin Kurti nuk ka dasë as dëshmi me dhënë. Dhe kjo është pengesë në procesin e hetimeve, apo jo? Jetin më mirë. Kjo është pengesë. Pra nëse ti din diçka, dhe unë të ras me arë nuk kallëzu, ti thuj jo zvimet kallëzu, ti më pengon mu për me hetu rast. Po nëse kur gjë nuk i kish tregu, ish dash me tregu, pse çto dreka darka të Ridvan Muharremi, me turqit, me Rozetën, me çit grupin kriminal, jem pagu pe zyrës. Pe zyrës kryeministrit. Kjo e para. Pse ka shpall sekret pastaj shtetëror? E dyta. Çet proces. I cili në secilin rast të pastajshëm ka qenë hapje publike, apo jo? Ne dim që kanë bërë, domethënë kërkesë, kjo qeveri, kjo Rozetë, kjo ministre. Ka bërë po ashtu për rezerva shtetërore kërkesa më pastaj që kanë qenë publike.
Pse pikërisht që ky rast ka qenë sekret shtetëror? Kush e ka shpallë dhe me çfarë arsye? Do thonë çdo dyja e lidhin drejt për së drejtë Albin Kurtin në proces. Pra po them, pa vendos gjyqi në kokë nuk i them që ka faj. Mirë po, refuzimi për më u përgjigj gjyqësorit për mua është jashtëzakonisht i dyshim. Kjo pa vendos gjyqi kjo lidhet me një të drejtë themelore të njerëzve që është prezumimi pafajësisë. Absolutisht. Megjithatë, nëse i shohim veç pagesat e dreka dhe darkave nga zyra e kryeministit, nuk ke nevojë me lyp fajtor me vendim gjykate. Ti e sheh një keqpërdorim të paras publike që paguhen me taksat e qytetarëve të këtij vendi, të bizneseve të mëdha kryesisht, po edhe të tjerëve, që shkojnë për interesa grupore, personale të disa njerëzve. E kishim pas storjen e përmbledhme rreth këtij rasti, pastaj me vazhdu me komentu. Ku po dënë magjet fukaros me i shti durt? Unë guzoj mës me ardhë, tash ta shohim a guzoni ju me ardhë. Si që ka bërë në këto 5 vjetë, Albin Kurti ka realizuar shumicën e atyre që i kishte kritikuar, para se të ngrihej në pushtet, në përpjekjen e tij për të marrë pushtetin cep më cep, siç edhe që slogani i tij, Kurti në një fjalim ngriti zërin se si po pasurohen pushtetarët, duke i futur duart edhe në magjën e fukaras. Nuk ka qenë rendin që në Kosovën e varfën e shkatruar dikush mu pasuru e mi bosh shumë miliona. Shko pasurojo në Amerikë, shko pasurojo në Francë, në Gjermani, nuk mund pasurosh në Kosovë. Le ti kryojmë kushtet mu pasuru rinia, nuk muj mu pasuru brezi jonë pa erin ndërtu njerë Kosovën. Ku po dënë magjet fukaras me i shti durt, në hambarin e bujkut që ja kanë vra me bakti e me familje, ja kanë djek traktorin, ti po dënë me shku mja marë tokën tash me 300 euro arin aty. Më falni hektarin, se arin 3 euro e kanë marë. Mirë po vetëm një vit pas i erdhi në pushtet, Kurti me qeverinë e tij i futi duart në magjën e shtetit, krejti jashtëligjshëm, i shkaktoi 3 milion euro dëm e shtetit, të gjitha me nënshkrimin e tij në fund. Prokuroria 2 herë i ka quar ftesë që të dëshmojnë në cilësinë e dëshmitarit në lidhje me një prej skandaleve më të mëdha të qeverisë së tij, atë të rezervave shtetërore. Lidhur me këtë, i ka shmangur krejtësisht mediat kryesore të vendit, por ka folur për televizionin e Istogut, duke u përgjigjur pyetjes së montuar nga gazetari. Duke shmangur përgjegjësinë, ka thënë se është çështje politike e prokurorisë. S'pjo fregohesh edhe ti prokurorisë, kryeministër, se edhe me ty diçka kanë ata. Ja, unë nuk i fregona prokurorisë heq, unë e konftu me ardhë, pa ta potutën me ardhë. Dhe më unë i thash, unë guzoj mës me ardhë, tash ta shohim a guzoni ju me ardhë. Edhe ata nuk erdhen, edhe shumë interesant, s'ka mas ftesa as kur gjë. Kjo tregon që ka qenë politike. Se, po të mos ishte politike, kishin vazhdu ata. Po nuk e vazhdu. Bëhet fjalë për kontraktimin e rezervës shtetërore të madhe. Skandali i rezervave shtetërore ka kulmuar me ngritjen e aktakuzës ndaj ministres në detyrë të industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, Rozeta Hajdarit dhe 2 zyrtarëve të kësaj ministrie, Hafiz Garës e Irfan Lipovicës. Të 3 janë akuzuar se i kanë shkaktuar afër 3 milion euro dëm buxhetit të shtetit, me rastin e blerjes së mallit për rezervat shtetërore. Përpos Hajdarit, Garës e Lipovicës në aktakuzën e prokurorisë speciale është përfshirë edhe Ridvan Muharremi, ndërmarrës i cili dyshoi se kishte lidhje të afërta me Albin Kurtin, e që sipas aktakuzës së prokurorisë kishte negociuar me kompanitë fituese shitblerjen e mallrave. Ministri Hajdari së bashku me 2 zyrtarët e tjerë të Mintit akuzohen për kryerjen e 2 veprave penale, keqpërdorimi i detyrës zyrtare dhe zbulimi fshehtësi zyrtare. Sipas aktakuzës të siguruar nga paparaci, Hajdari kishte tejkaluar kompetencat e saj si ministre dhe me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore i kishin shkaktuar dëm buxhetit të shtetit. Të 3 kanë shmangur zbatimin e procedurës së hapur të prokurimit publik, siç është përcaktuar me ligjin për rezerva shtetërore, dhe në kundërshtim me këto dispozita, kanë aplikuar për procedurën e negociuar të prokurimit publik. Më 15 mars të vitit 2022, fillimisht Mint kishte lidhur kontratë bazë me një operator ekonomik me seli në bursat të Turqisë për blerjen e grurit në sasi prej 10.000 ton me çmim 4.834.778 euro. Ndërsa më 29 mars të pati viti aneks kontratën me të njëjtin operator ekonomik për shpenzimet e transportit të grurit nga shteti Turqisë në portin e Durrësit në shumën 295.000 euro.
Edhe përkundër faktit që pagesa e çmimit të kontraktuar në kundërshtim me ligjin për buxhetin e vitit të 2022 është bërë 100% në avans nga mend, kompania turke nuk e kishte përmbushur obligimin kontraktues sa i përket sasisë së grurit, duke sjell 59.98 ton grur, më pak se sa ishte përcaktuar në kontratë, ndërsa operatori ekonomik Xanti SPZO nuk i kishte sjell fare produktet e vajit dhe sheqerit të përcaktuara në kontratë dhe kështu ishte cënuar rënd interesi publik dhe është shkaktuar dëm në shkallë të madhe për buxhetin e shtetit. Zyrtarët e ministrisë dyshohet se kishin lidhur marrëveshje për blerjen e 10.000 tonë grur me një diferencë nga çmimi real prej 193.48 euro. Vetëm në këtë rast, buxheti i Kosovës kishte pësuar dëm prej 1.934.800 euro. Dëm buxhetit të Kosovës ishte shkaktuar edhe për shkak të sasisë më të vogël të pranuar. Ministria kishte lidhur marrëveshje për 10.000 ton grur, ndërsa kishte pranuar 58.98 ton më pak. Në këtë rast, buxheti i Kosovës kishte pësuar dëm prej 28.515 eurove. Aktakuza e prokurorisë shpjegon edhe rastet e tjera se kur buxheti i Kosovës kishte pësuar dëm me qindra mijëra euro për shkak të keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga ministri Hajdari dhe 2 zyrtarët e tjerë të Mintit. Rozeta Hajdari, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara, pa autorizim, dyshohet se kanë zbuluar fshehtësinë zyrtare, ashtu që duke qenë në dieni se vendodhja rezervave shtetërore të mallrave përbën sekret shtetëror, me dashe i kanë kumtuar duke ia vënë në dispozicion informatën për vendodhjen e deponimit të grurit, si mall i rezervave shtetërore personit jo zyrtar të pandehurit Ridvan Muharremi. Gjithashtu, sipas aktakuzës, Muharremi ishte pjesë e një grupi të krijuar në WhatsApp nga ministri Hajdari. Në këtë grup ishin të përfshirë edhe të pandehurit Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara. E pam storën, e përmbledhën e kështu të aktakuzës, po këtu ka disa elemente që janë tepër të rëndësishme. Së pari është mendësia e tyre qysh e trajtojnë shtetin, qysh i trajtojnë ligjet, dhe qysh këta mendojnë që kanë të drejtë me shkel ligjin, sepse këta vendosin që një procedurë standarde, si që ka ndodhë gjithmonë, dhe si që ka ndodhë një vit ma vonë, që duhet jetë e hapun, pra të konkurojnë kompanit, këta e shpallin sekret. E shpallin sekret për me vjedhë. Dhe në krejt këtë proces, këtë sekret shtetënor, po flasim sekret shtetënor, komunikohet në WhatsApp me Ridvan Muharremin. Kur shpallet një procedurë sekret shtetënor, apo një dokument, apo një qatë të qofta jo, të gjithë njerëzit që kanë qasje duhet të jenë të verifikuar, të kenë certifikat të sigurisë. Asë njeri për tyre nuk ka pas, asë Rozeta Hajdari nuk ka. E aq ma keq, Ridvan Muharremi, një afarist, i cili i ka lidhë me kompanin turke, i ka lidhë me këtë biznesmenin polak i cili ndërkohë ka vdek si pasojë e smundjes së kancerit. Po ma e keqja është se ndërmjet mes Ridvan Muharremit dhe këtij biznesmenit polak ka qenë një shqiptar i dënuar për trafikim të kokainës. Fillimisht në Çeki, pastaj në Gjakov. Pra po flasim për një strukturë kriminale që këta e konsiderojnë sekret shtetënor, ndërkohë dhe trafikant drogës kitë implikuar në këtë procedurë shtetënor. Që kjo mendësi më ka lëndu. Mirë bre keni vjedhë, gjeni mënyra tjera. Po këta me gjas janë një qaq fuqishëm sa kanë mendu se kërkush nuk guxon me jetu edhe me jam nxjerrë në publik këto të palara. Tash qëra, janë disa gjëra që kësha dasht me ngrit nga kjo që edhe e pome dhe veçanërisht kjo që e thate. E para është dhe më thonë që kjo ndjesia e gjithë fuqisë. Për shembull, nëse Rozeta Hajdari i ka thonë Albin Kurti bënja që shtu, kjo janë një komplet e sigur që shtu mujna me abo se Albin Kurti është i plot fuqish. A ke pasur që konsiderojnë dhe si pejgamberta, ka një herë si Zot. E shpallën edhe Zot. Dhe njerëz që konsiderojnë serios brenda lëvizjes. Ne ateist e shpalli Zot.
njerëz që konsiderohen serioz brenda lëvizjes vendosur sa më ditë vere. Pra nuk po flasim për kësi tipa që janë qesharak edhe për vete lemo për neve. Në fakt ajo është më qesharak se këta, si mas njerëz aty e konsiderojnë serioz, çfarë po thonë. Njerëz brenda lëvizjes vendosur. Kur Sandria Maboja? Njëri prej. Që kjo është e para. E dyta është që më ndohet mua, domethënë nëse i marrin keq këto aferat për cilat është përfol deri tash, të korrupsionit të qeverisë Kurtit. Pra kjo energjia, edhe çështje tjera. Ti e sheh që këtu është një matricë, një patern që na përsëritet gjithë. E ajo është, këta krijojnë urgjenca, edhe në urgjencë Krijojnë panikë dhe pasiguri publik. Sepse në urgjencë, pra kur ka pasiguri, për shkak kur ti je i bindur që po mesin pa buk, ose pa rrym, ose urrat në verije, domosdoshmërisht mishtru brenda një muaji në Mitrovic, atëherë aty hajni janë shefët, se jem të folë për tjetër gjë. Tash ta krijojnë që të urgjencë, keske ajo urgjencë, ose e shfrytëzojnë një urgjencë të krijuar, e aty pastaj vjen. Do më thonë për shembull rezerva shtetërore. Unë shisha në deklarimet e ish ministres Rozeta Hajdari, thënë që atëherë kemi qenë në krizë. Vitin 2022 nuk ka pas krizë pandemisë. Jo. Pandemia. Lufta në Ukrainë. Lufta në Ukrainë, po. Po ka pas mjaftueshëm Sakt. Se na grur në treg. Përkundër faktit që si kemi marrë një pjesë të qytetarëve rezervave, kemi mbjetuar s'ka pas krizë. Po, është rriçmimi që thandej. Mirë, po nuk është se qeveria ka intervenu me rezerva shtetërore, më na e marrë çmimin. Na pas inflacionin gati se më të madh në atë kohë në rajon. Pra që kjo, njëjtë është me energjinë elektrike. Krijoje krizën ose shfrytëzoje krizën, rritë çmimin e energjisë, pastaj subvencionon. Edhe të njëna e kemi pa që është aty milionat janë keq përdorur. E hala po dalin fakte të reja që janë keq përdorur për shembull me energjinë e ripërtreshme kështu me radhë. Kjo është histori që ka me vazhdu këgja gjatë. Njëjtë me urat në veri, njëjtë për shembull me plot atë edhin që qeveria e Kosovës ka shtruar shumë rrugë në verinë e Kosovës. Po. Asfalt. Po. Për cilën na nuk dim kurrë. Po. S'ka pas procedura. Ministria e Randit i ka shtruar. Po. Jo e infrastrukturës. Po, pra. Na nuk dim kurrë për ato. Sa kanë kushtuar kështu. E din të vebe qysh, natyrisht që e din se kemi folë bashkë. Fondi për siguri, ku është ku? Sa parë janë bjerë, ku janë shpenzu? Na nuk kemi asë një informat për ato. Heq, veç e dim fillim që 500.000 euro i ka dhonë shkelcim të vodhë, që këta i shpallshin luftë Sa. mek. A parët i kanë marë? Parët i kanë marë, s'ka kanë kthy më. Kallëzojnë ku i kanë qu. Ku janë shku që ato pare, mu më interesant me ditë. Ato janë pare publike, pak shka që nuk janë pagu për me sistemit të atimor, janë kon, pra, donacione vullnetare qytetare, prap janë pare qytetare. Të eki për obligim, kur kërës fletë për atë punë. Kur s'kan kallëzoj sa kryt Albin Kurtit që i kanë vjedhë. Qëre, ku janë paret, na du të me ditë. E mas shumë që ata që i kanë dhonë. E treta për shembull, a e ke pa që është flasin për oligark lëvizja vendosi. Oligark. Dhe këta konsiderojnë që oligarku është një njeri që ka parë, një biznesmen që ka parë, që s'është të vërtet. A diçka është oligarku? Oligarku është një njeri i cili nuk ka pushtet formal, po i cili ka qasje në vendimmarrje dhe aftësi për me marrë vendime pa e pas pushtetin formal. A i bje që Ridvan Muharremi është oligark? A ka vendos Ridvan Muharremi cilat janë kushtet e kontratës? Po. Ajo ka dërgu kontratën nga Rozeta, qyre është mirë. Po. Ai ka thonë ai na do të bashkë vaj. Po. Ka e din Ridvan Muharremi sa na do të vaj? Po. Për shtetin e Kosovës? Do me thonë, një procedurë sekrete i është dërgu me email, në email privat, ridi@gmail.com, i cili e ka hap edhe i ka plotësu të dhënat e biznesit turk më s'ka ndaj gabim teknik, dhe pjesa tjetër të kushtet e kontratës i ka plotësu Ridvan Muharremi. Pyetja që do të më shtruna është, pse Ridvan Muharremi me pas të drejtën me marrë këtë vendim? Se Albin Kurti dhe Rozeta Hajdari kanë qenë të votuar në kuvenda, po? Dakord. Kryeministri dhe ministri e keni marrë votën, pra ka një sistem të delegimit të pushtetit sovran nga populli te kryeministri. Ridvan Muharremi ka ardhur. Kush e ka votuar? Ka marrë ai pushtetin. Ai ka marrë pushtetin sepse është i afërt me Albin Kurtin. Me Besnik Bislimin. Me Besnik Bislimin dhe pastaj me Albin Kurtin. Pra, që kjo dhënie e pushtetit. Vajza e Ridvan Muharremit ishte asistente e Besnik Bislimit në një kolegj privat. Po. Domethënë që ky delegim i pushtetit nga një person me pushtet formal, që është Albin Kurti dhe Rozeta Hajdari në të rast, të një person privat që nuk ka pushtet formal, që kjo është lidhja oligarkike në kuptimin e saktë të fjalës. E tash ta oligarkët, për shembull, ne kemi pa në Rusi në për vende tjera, ata kur kanë fuqi biznesi dhe fuqi financiare, pastaj ata marrin vendime për shtetin. Mirë, po nuk është e domosdoshme për me qenë oligark me pas parë. Shumë prej oligarkëve e kanë bo pasurinë duke qenë të afërt me pushtetin.
Ta shohim qysh Ridvan Muharremi me biznesmen turqe, ku me ditë kush ka qenë aty, Rozeta Ajdari e këta, kanë diskutu, kanë po pazar. Veç edhe një gjë se harrovan nga ajo që ja thema herë që përmendër këtë tipin e dënuar për drogë. Qëre, shpesh herë në kësi afera korruptive, dhe kjo nuk është vetëm në Kosovë. Dhe ndodhë gjithandej në përvende që jenë gjysëm autoritare kështë më radhë. Puna e ta qy kështu e pest, zgjedhet më kry përmes kriminalëve të diskreditueshëm. Që nëse për shembull zbulohet zinxhiri dhe që ky personi që tu e ka dëshminë e qartë të lidhjes zinxhirore, po nëse ky është i diskredituar si trafikant droge ku ta diune, ti lehtë mundesh ta me e përnjështru pastaj. Me thonë lebet jap një trafikant droge për besën. Po veç, kjo është e dokumentuar. Po veç, prandaj zgjedhen kësi njerëz të diskredituar për punë pesta. Po, nuk është rastësishme kjo. Kanë dështu pra në këto s'është dëshmu. Ata shohim drekat e darkat në Bukezemër. Jemi këto për 3 marsi 2022 deri me 14 korrek 2023. Qëto është një periudhë e drekave dhe darkave zyrtare që janë pagu nga zyra e kryeministrit. Mu më bën shumë përshtypje se ka mujtë Rozeta Ajdari me pagu, se dhe ajo ka bugjetin e vetë, si ministre. Po mu më interesën shumë pse janë pagu të gjitha nga zyra e Zotit Kurti, ndërkohë që këtu në Bukezemër me pronarin Ridvan Muharremi krye krim. Dhe jo çfarë do krimi. Këtu planifikoj blerja e rezervave shtetënore, grur, vaj, sheqer, oriz. Gjithë këtë skem e përgatiste pronari i Bukezemër, cili atje në dalje të Gërmisë ka një restoran me një ashensor privat, ku aty Zoti Kurti me stjerash e ka prit Llajçakun në takim. Pra, ndërmjetësin në dialog me Serbin e ka qunë në një zonë krimi, ku vidhej. Aty vidheshin qytetarët e Kosovës, aty vidhej gruri, vaji, bëj krim. Qysh ka mundësi që Zoti Kurti me leju një gjë të tillë, apo me zbatu një gjë të tillë? Kur që ky Zoti Kurti ka ardhur në pushtet të i luftu hajnat. Kjo është budalla çka është. Se pa ka njeri ose tepër i sigurt që është i paprekshëm, ose budall nuk e bën një gjë të tillë. Cila është për këtyne? Mu po mdoket ma shumë budall. Që ta shohim këto? Po flasim për 11.365.90 euro, 90 cent. Për i zyrës kryeministrit të Ridvan Muharremi. Është pjesa më e madhe, këtu ne mund të kenë qenë, domethënë me takime me këta, me çdo bizneset. Se disa pas kanë qenë edhe për ministri tjera, për shembull. Po, janë aty. Janë edhe për ministri tjera, po janë të pagume prej zyrës kryeministrit. Prej zyrës Në kryeministrit. mënyrë këtu po tregon që zyra kryeministrit ka qenë, ani që thonë, organizuar nën patronatin e kryeministrit. Po, pra. Dhe Rozeta Ajdari në farë mësafira atë. Domethënë ajo që është dashur. Kurti duhet ketë pas besim të jashtëzakonshëm derisa dreka, darka, zyrtare, jo zyrtare ka shku qëtu. Absolutisht. Se nuk ka shku ta zonë në Merall, nuk ka shku në një restoran tjetër, po bashkë qëtu. Po. E tash që to takime që është dashur më bën në një vend sigurt. Pse është dashur më bën në një vend sigurt? Kjo është çështje. Domethënë po të kishin qenë këto takime formale me një biznes për cilin ti po ta më nënshkruaj kontratë, s'ke më bën vend sigurt, çka ka lidhje që të shohin. Bën zyret ministrit. Zyret. Mëre bën në një restoran publik, pse çka ka lidhje që të shohin. Që ti po bën ato, ti po bën marrëveshje shtetërore me to. S'ka kurrë problemi këtu. Pse po u dash ka më kon vend sigurt me ashensor privat. Sepse ki diçka me mshef, për mendimin tim, për ndryshe s'ka kuptim me mshef. Dhe kjo po duket që po me që shku në vendin për cilin po dim, domethënë që është nën përëndësitë e personit që ka qenë ndërmjetësues dhe të tjerat më pastaj, kjo po tregon që aty ka pas garancë për se këtu je i sigurt. Për fshehësi. Domethënë që tu je i sigurt, mos planin që tu kush nuk vjen kërkosh as më fotografu, as më pa, as më një, as kurrë. Keç ka ndodhur tu, i dim vetëm rriti është personi i përfshirë. Kështu që në rregull jemi. Domethënë që kjo është që tregon. Dhe e dyta është që Albin Kurti e ka ditë. Albin Kurti nuk mund me ditë, nuk mund me thonë për shembull që
nuk ka ditë për çdo drejt ka darka me që ka pagu nga zyra e tij. Tardi kush mund me thonë një Albini nuk e kqyr të pagesa. Albini e kqyr se cilin detaj. Veçanërisht kur ka rrezik që ai më inkrimino. Kto e di për të sigurt. Se cilin detaj e kqyr. Njëri që më shumë i kujdeset për detaje, se Albin Kurti unë njëc kom ta. Është inkriminum, tash ta shpjegoj pse është. Unë po them që kur Albini merr diçka përsipër, domethënë me emrin e vet. Ai kujdeset në secilin detaj mos më kona sen problematike për ta. Se njëri që e ruan më shumë vetën se Albin Kurti nuk mundesh me gjetë hiç. Në që drejtim, unë jam më së i bindur që keq çdo shpenzime ai ka ditë ku po shkojnë dhe për çka. Bëni shumë përshtypje mbrojtja e të akuzuarve. Thanë që nuk i kemi marrë shkresat e lëndës sepse ky është sekret shtetëror dhe na nuk dojmë me u impliku, domethënë mund ndjek penalisht. Sheja strategjinë ti. Dhe Rozeta Hajdari kur merret në pyetje thotë nuk flas se ky është sekret shtetëror, dhe me kjo zguxoni me Sanaderi ka shku në burg me logjikën e njëjtë se është sekret shtetëror. Prokuroria dhe gjykata e deklasifikojnë secilin dokument për interes të një hetimi penal. Dhe këtu është një hetim penal i cili ka rezultuar me ngritjen e një akt akuze, përveç që është krim i madh, është edhe shumë bizare. Qysh vjedh për njërin magje. Me logjikën se kjo magje e popullit, sa? Magje e popullit, se ai tha vjedhin magje. Ai thoshte këta vjedhin vorre. Ta s'ka lënë kun pa vjedh. Dhe qysh është e mundshme se cilën akuzë që e kanë bërë, se ku vjedhin të tjerë, këta e shumë fishojnë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që shtu me vjedh rezerva shtetërore. Nuk ka ndodhur. E tash, pse zoti Kurti është implikuar këto? Ky grup i dyshuar kriminal, së bashku me Ridvan Muharremin, janë mbledh, kanë diskutuar për blerje të rezervave shtetërore. Ndërkohë zyrtarë aty kanë marrë oferta nga kompani tjera. Një e Kroacisë, një e Bullgarisë dhe një vendore që është MC Losi. Kur i çojnë këta ofertat, gruri është shumë fish më i lirë në ne. Garantimi që sillet është mrena një jave kompletohet rezerva shtetërore, që nuk kanë me pagu transport deri në portin e Durrësit, pastaj nga Durrësi në Prishtinë, pastaj me pagu depot. Ta zëm MC Losi i ka garantu këto të gjitha me çmimin e njëjtë shumë fish më lirë, si kanë marrë ofertat. Dhe këta thojnë jo se si besojmë na këtyne. E kujna i beson ti? Ridvan Muharremit, një kompanije turke, një polaku, një ndërmjetësi trafikant droge. Pra këta e kanë besimin të një grup i tillë e nuk e kanë besimin tek një kompani e regjistruar, që pagun tatime, që nënshkruan edhe një deklaratë të sigurisë, që se vetëm kur ruhen rezerva shtetërore është e klasifikuar. Pjesat, procedurat janë krejtësisht e hapura. Pse Albin Kurti këtu është implikuar? Ai merr një propozim mrena ditës që të përjashtohet ligji për prokurimin publik. Në ne. Që të përjashtohet ligji për rezervat shtetërore i cili parasheh procedurë të hapun, pra bëhet e mbyllur, që të shkelet ligji për klasifikim të dokumenteve edhe të procedurave për rezerva shtetërore duke u thirrur në një nën që lidhet me armatim, 3, dhe që shkelet ligji për qeverinë, ku kryeministri ka të drejtë në çdo fazë me anulu secilin vendim ku ka shkelje dhe ku ka afera korruptive. Pra janë 4. Dhe kur bëhen të gjitha këto, klasifikohet, shpallet sekret shtetëror, ndërkohë Ridi kishte qasje aty dhe të gjitha këto procedura komunikoheshin në një grup në WhatsApp të krijuar nga Rozeta Hajdari ku kishin qasje njerëz të cilët nuk kishin certifikate sigurisë. Pra po flasim shkelje mas shkelje, shkelje mas shkelje. Se qëllimi është me shpall sekret shtetëror për me vjedh, po jo me rujt procedurat sekrete se po doket që këta nuk kanë qenë të ngarkuar me atë farë pjese. Dhe më e rona në gjithë këto, në kundërshtim plot me ligjin, këta i paguajnë në avans. Krejt pagesat i paguajnë në avans, ku për mendimin tim këtu del i implikuar edhe Hekuran Murati. Po flasim për një grup kriminal që u çon një mëngjes dhe ka vendosur me vjedh shtetin,
duke u thirrë në procedura sekrete, duke u thirrë në urgjenca për cilat fole pak më herë. Dhe prokuroria, unë mendoj që nuk e ka kry punën deri në fund. Së është dashur me akuzu Albin Kurtin, me akuzu edhe këta tjerë që i kanë kry pagesat në avans, dhe tash na as se kemi mallin, pjesërisht e kemi grurin, dhe parat kanë shku. Sa di në vajnë heq. Vaj s'ka ardhë, jo. Ato, Polaku nuk ka sjell kur gjë. Është interesant që kemi një digresion të vogël anekdotal, domethënë bashkë që ta ka kërku, bashkë sasinë e vajit, Riti ka kërku me ngrit. Po. S'ka ardhur asnjë. Po, me ngrit se është ngrit vlera. Po pra, që mi marr parë. Ju kanë dashur më shumë parë. Kur gjë. Po, dakord, jam domethënë që kjo është rjetë. Për shembull, kur realizojsha këtë kurzën, bëj shumë përshtypje edhe fillesha me e kuptu pak më ndryshe refuzimin kaq kategorik të Albin Kurtit me shku me dhënë dëshmi. Ne dëgjuam edhe në video aty domethënë që ka deklaruar disa herë këtë rast te Istoku Channel, te ky medium, që thotë që prokuroria s'ka uzur marton. Domethënë kjo e kemi folë disa herë, kjo është sjellje e prej Harbuti për mendimin tim. Kjo është sjellje për mangu. Akuzimi nuk ka më hall jam, atë kjo është çasi niveli i diskutimit që për mua atë s'ka kur far shije as estetike. Mirë po. Një prej arsyeve se tash kur realizojsha këtë akuzën, për marrë se Albini s'ka dhënë dëshmi ose ka refuzuar me dhënë dëshmi, nuk ka të bëjë me këto që thekë fotografitë ndërkombëtare këta tash. Jo se ka më shku tash në gjë. Tash ka më shku në gjë. Po a di ku e pas ka pasaj tutë më të madhe? Që megjithatë në raste të tilla, dëshmia jote mund të jetë inkriminuese. Po jo se ligji e mbron, se prokurori thot mund mos fal për kur gjë që ti e inkriminon veten ose familjen tonë. Tash, veç pak. Domethënë po, ti e ke drejtën edhe me u mbrojtë në heshtje. Jo si dëshmitar, jo. Si dëshmitar se ki. Jo. Domethënë ti dosh me fol diçka, ose mundesh me thonë që to nuk i flas. Mirë po, dosh më kon kogja i holl për me ik inkriminimit tën në një proces kaq delikat, Po është me letra. ku i ki dur gjithandej. Durët e tuaja gjithandej, në shkrime, në letra, në vendime. Qëra, njerëz duhet me kuptu një gjë, zyrtar shtetëror nuk dënohen vetëm për çka kanë bë, dënohen edhe për çka nuk kanë nalë që kanë pas të drejtë me nalë. Për mos veprim. Për mos veprim. Ti e shes që po ndodh që ti e ki drejtën me nalë edhe për Me lezë qeverisë. kjo është pa ashtu vepër penale. Kështu që në të drejtim, unë mendoj që kjo është një prej arsyeve të forta pse Albini ka refuzuar me bënë gjatë. Të kish dalë për shembull lajmi që Albini nuk po do me fol, ka shkuar ti po nuk po do me fol, ish do ki dyshet. Me dhon dëshmin o tu që po e inkriminon vetëm, më shumë ka thonë mas miri, po e shndrojnë në luftë me prokurorinë. Akuzon ju me hartë. Kupton? E tash dëshmia në gjykatë është domosdoshme më po. Unë për shembull ka shumë keq që gjykata nuk ka pranuar me sjell, domethënë që me detyruar Albin Kurtin me dhënë që dëshmi. Gjykata ka refuzuar, përndryshe prokuroria ka kërku arrestimin e zotit Kurti. Sepse që kjo dëshmi është në interes të shtetit, që ta do me kuptu se cili, në interes të shtetit. Unë prapë po them, ta mbajmë parimin e pafajësisë për secilin, i cili nuk shpallet si pafajshëm. Edhe nëse Albin Kurti nuk ka kurrfarë vepre penale në këtë proces, që ta zëm që se ka. Refuzimi i tij për me dhënë dëshmin është pengim i procesit të hetimit të një afere korrupsionit. Që kjo për mua është shkelje sa dush e rënd. Për një kryeministër, sa dush. Vepër e veçantë është pengimi të provuarit. Edhe veçanërisht për një kryeministër që ka thonë që unë kam luftu korrupsionin kudo që të shohët e gjithë. Ky jo që s'pe lufton, ky po e pengon. Visar me ta bëni pyetje kështu, se shpesh herë po më detyron me të bë pyetje, a e din, a e ke mendu, për shkak të njohjes që ki me zotin Kurti. Pse ky njeri mendon që ka prokuror në këtë vend që s'kam bole me shku me ngrej zhak këta. Pse e ka këtë qasje ky? Se ky kur thot, hajdeni te unë, unë nuk erdha, hajdeni te unë. Ky po e sheh veten të fuqishëm. Realisht a sheh veten të fuqishëm ky, apo mos thjesht i sfidon tu e po se prokurorët, gjyqtarët, njerëz tjerë janë normal, edhe thot këta nuk bëhen të poshtër sikurse unë. Cila mund të jetë? Qëra, ky i sfidon duke pas pushtetin
në kuptimin e votës popullore, popularitetin, pra po flasim këtu një vit pas 50%, 2 vite. Po, një vit pas 2000, kjo ka ndodhur në 2022. Po, një vit e gjysh pas 50%. Po, Kjo, do të thonë, jo vetëm të Albini, po veçanërisht të Albini, edhe të tjerë në lëvizjeve të vendosur, në kompani transformim të jashtëzakonshëm momenti kur ka fitu vota. S'po flas vetëm për 50%. Momenti kur ja kanë nisë me marr vota, pra me marrë që, si më thonë, për kraja popullore, njerëzit transformu. Do më thonë, në kompani në zgjedhje dhe pastaj pas zgjedhjeve, shokët e mi dhe shoqet e mia të vetë vendosës, që mu kanë bërë tjetër njerëz pas zgjedhjeve. Nga pul në skifter. Çata që fitojsh, pastaj edhe ato transformoheshin ndrysh. Dhe unë që aty e kom pa një gjë jashtëzakonisht të çuditshme dhe brengose, për të cilën atëherë kom menduar që nuk është fenomen vetëm vendosje, po kom menduar që është fenomen human. Kur të merrti popularitetin dhe, si më thon kështu, që bosh famën ta që i publike, kështu, atëherë fillon ndryshe me menu për veten, tjetër stili tjetës bën, tjetër stil tjetës kërkon e kështu me radhë. Dhe kom pa këtë transformim të ndodh gradualisht në lëvizjen e vendosje, ka shpërthuj pastaj në vitin 2021. Tash, pa ta kallëzoj një fjali që ma ka thonë Albin Kurti në vitin 2017, në takim që kom pas me to, gati se një ndër të fundit para se me dalë për lëvizje. Ka thonë kështu. Para se me le për zdyti. Po, pas se me murin gjatë. Pa të thonë kështu. Ka pas plan, ma pëjke, floqësim për qëtë problemin e brendshëm, PDT atë farë qude, ka pas plan që mos më mlonë mu më bo ma i votumi në listëve të dosë, frisë për vetën, që është numër 1 në listë, ma thonë. Këtë plan ka qenë i shikut, bla 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 bla, popullë e ka marrë vesh, këtë plan, edhe në ka votu mas shumë. Tash që kjo është një fjali që të regon një farë momenti të çuditshëm të delirit. Të më thonë para menoti, një plan i fshet, i shërbimeve sekrete. E ka marrë vesh populli. Jo dikush e me shku mi kalëzur, po populli ka marrë vesh. Vete ka kuptuar. Po, që shë konë të këqyrë, ka thonë, ha, e zbalum, edhe. Që kjo moment i deliri është shqetësues për mu. Në kuptimin që shtu e shë vetën pas që e ke marrë pushtetin. Dhe tash kur ka nërë ta në pushtet, kanë thonë, a i keme 50%, po. Neve s'kanë që na bojnë. Sepse Albin Kurti ideologikisht është i bindur që vota popullore duhet me qenë, jo që është duhet me qenë përmbi se cilin instancë tjetër të pushtetit. A e keni pa një fjalim që e ka në kuadrë të kësaj fushate, e keni shfaq në Rubikon Mosgabovsha, ku thot drejtësia popullore. Po, po. Çka i bën drejtësia popullore? Ky është koncept maoist. Ky është Hitler. Hitleri ka folë. Është sakt është koncept maoist, është koncept stalinist, po ma shumë Mao e ka përdor. Ku populli, domethënë, e ka të drejtën me vot, me vullnet, për me suspendu procesin normal demokratik edhe të Rendin juridik, qashtu. Me vot popullore ti e suspendon, më thonë nëse unë kam vota ma shumë se ti e gjykat, ti s'ki vota ish, unë kam vota, unë jam përmbi ty. Çka nuk kupton ky koncept pastaj? Ky koncept nuk kupton që drejtësia shihet si instrument në durt e qëllimeve partijake, të cilët këta komunistat thojnë gjithë që është për transformimin e shoqërisë me këto me ata, në një shoqëri më barabartë. Po theksi këtu është drejtësia si instrument në durt e partisë. Me ndjekamist, që është kjo kriminal të vjetër, me pruni drejtësitë. Drejtësia e re për kriminal të vjetër. E tash kush i shpall ata kriminal? Natyrisht partia. Çaj që ka votat. E tash kur flet ky për kriminal të vjetër, ai shkon menja që aty në parti edhe ka propozu për ministër është Armend Muja. Një kriminal i pagjykuar në kohën e regjimit vjetër, sepse regjimi vjetër, duke qenë se mbronte Armend Mujën, e lami o parashkru Haraçi. Po qëre tash. Armend Muja, si që jemi unë e ti përballë, për i flasë publikut këto, ju ka qitë Haraçi. Haraçi është me lyp njerit pare, pronarëve të kolegjeve private, për si thonë, licencim të programeve të kolegjeve, se nëse nuk mi jep kaq, unë ty ta mbylli. Visar, sikur që ky mikrofon që unë e kam këto, viktimat e Armend Mujës i kam pas përgjusit e policisë Kosovës. Dhe janë ullë dhe kanë negociu me të, kanë fol me të. Dhe ky u ka kërku pare, është arrestu, ka shku në gjyq, një reketash. Ju ka parashkru lënda. Armend Muja nuk është palli pa fajshem. Nga drejtësia e vjetër, sepse drejtësia e vjetër i ka mbrojt kriminalët e vjetër.
dhe tash Kurti po do drejtsinë e re për t'i gjykuar kriminalët e vjetër. A i gjykon Armend Mujen? Jo. A i gjykon të tjerë që i ka aty, Sadri Ramabajan, që është pjesë e një organizate terroriste. Sadri Ramabaja është ullë me këtë grupin kriminal të vrasësve, është incizum ku kanë bë lista për vrasjet e njerëzve. Është e provume se ka diskutu për vrasjet njerëzve. Me një agjente rumune atje, kanë folë që duhet me vra Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Ramush Haradinajn, Isa Mustafen, të gjithë këta që i kanë konsideru e keqja këtij veni. Që ky koncepti, që për që dhe ngrita që ta, që ky koncepti i drejtësisë popullore, që një drejtësie që i ndëshkon kriminalët. Kjo të regohen që, dhe me thonë, nuk i shpall më kriminal procesi gjyqësor. Ti i shpall kriminal. Ti kryetari partisë, që këtë ide e që kështu. A i shpall kriminal. Dhe a i thot për shembull që ky është kriminal. Dhe tash, mu më vynë një proces gjyqësor që ma shpall si to kriminal. Jo, që ma lënë pa fajshëm, nëse s'ka faje. Po këta nuk dojnë me të shpall kriminal. Këta dojnë me të shpall kriminal në publik dhe me të majtë si kriminal. Se është pjesë e diskreditimit publik. Edhe qëto ka e bën, e qëto, do më thonë, për me e arrit qëtë nivel të mundësisë së diskreditimit publik, kërë mas pari do të me diskreditu gjyqësori. Që me e bo, do më thonë, gjyqësori më u po si problematik. Për shembull, unë kom një plot njerëz, mos u keq kupto edhe të arsimuar, që thonë që për rastin e Rozeta Hajdar, para se mu shpall akt akuza, që kjo është megjithatë është montimi i prokurorisë, nuk ka fare. Që ku kam ri? Do më thonë që ti e kini proces gjyqësor, të cilë njerëz së paku ata që e kuptojnë që funksionon sistemi, edhe me pas simpatin më të madhe për Rozetën dhe Albinin, i shkëndesh së paku me thonë të presim që apo thotë gjykata. Sak, një fjalë se jemi fare në fund. Kur ka qenë Ridvan Muharremi dhe zyrtar tjerë në paraburgim, mrena natës është kriju një kolegj i gjykatës apelit, në krye me Krishnik Radoniqin e Vjosa Osmanit, të cilin regjimi e zgjodhi për kryesues të KQZ-s në vend të Valdet Dakës, bashkë me një kusherit tafër të Vjosa Osmanit dhe një gjyqtar tjetër të cilin e mbivotuan dhe i liruan nga paraburgimi. I liruan nga paraburgimi për shkak të presionit të Albin Kurtit. Dhe çka ndodh aty? Në vendim për lirim nga paraburgimi, ndërprerje të paraburgimit, këta lëshohen edhe në prova. Do me thonë, dhonë interpretime në fazën hetimore se gjoja këtu nuk ka ndonjë farë vepre. Me atë vendim e kanë luftu prokurorinë speciale regjimi, sepse është nxjerr nga një kolegj gjyqtar për i dy personash, se është mbi-votimi, i cili është lëshu në mënyrë të kundërligjshme në interpretim të fakteve, dhe këta e kanë luftu prokurorinë nëpërmjet këtij vendimi. Megjithatë, këta kanë depërtu kryesisht në gjykatën e gjyqësor, jo në prokurori speciale, për ta luftu sistemin nëpërmjet vendimeve të tilla të kundërligjshme. Fare në fund, jam i bindun, se këtu kemi folë disa herë, kur të kam thonë jam i bindun që ndodh diçka, edhe ka ndodhur, kemi pas akt akuza tjera shumë atrana. Martin Berishajn, çështja e energjisë elektrike, dhe në fund do të dëshmohet se cili është roli i gruas e Albin Kurtit në mafinë energjetike dhe ku punon ajo. Kur të konfirmohet publikisht se ku punon gruaja e Albin Kurtit, gjithçka do të jetë më e qartë. Unë mendoj se prej atij momenti do të jetë, sikur me thonë, para dhe pas Krishtit. Para këtij momenti dhe pas këtij momenti, apo që shtojmë na para lufte dhe pas lufte. Ka me qenë vendimtare kjo. Dhe unë besoj që dëshmohet shpejt. Faleminderit, Visar. Miq, kaq kishim për sot. Shihemi javën tjetër, besoj me një aferë tjetër korruptive, sepse zoti Kurti nuk ka qëndruar duar kryq kur është fjala për korrupsion. Mirupafshim.